Fillimisht do doja t'ju uroj punë të marë, shnete, suksese, si Valbonit, ashtu edhe Isieni. Do doja falenderoj çdo votues që sot ka dalë në kutitë e votimit për vendos për të ardhmen e të rive, gjenerata. Gjithashtu, dua t'ju uroj për punën që kanë bërë shefat e shtabit, si atyre lokal, gjithashtu edhe atyre komunal. Do doja një porosi për të gjithë ata që nuk e kanë votuar Valbonin dhe Isienin, se këta janë përfaqësues të gjithë qytetarëve dhe do punojnë për të gjithë qytetarët e festivalit. Dua të ndaj një shqetësim që se kam thonë asnjëherë në këtë proces zgjedhor. Dhe sidomos këto komuna si Gostivare dhe Vrapçisht që na është bërë me hile. Përveç që është përdor në komuna tjera inxhinieringu, këtu është përdor një mjet tjetër sabotazh, bojkoti, që ne të mos triumfojmë në rrethin e parë të zgjedhjeve. Dua të ndaj këshetësim që nuk e kam shfaqur. A thua do shkilet pesa e dhomë. Dua të falenderoj çdo aktivist, Bashkimit Demokratik për Integrim, Aleancës Shqiptare që kanë punuar, që kanë vepruar, të gjithë bashkarisht për shtëpinë e përbashkët dhe për të ruajt besën e dhomë. Kjo ka qenë shumë e rëndësi dhe këtë kam dashur që ta ndaj me ju dhe me gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë që na i duan të mirën dhe punojmë për të mirën e tyre. Faleminderit, urime të gjithë dhe suksese, shtet, Zoti na ndihmon.